s'ka ndonjë musliman që Allahu e ka sprovu në trupin e tij, illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhati, vetë Allahu ja shkruan çka ka punu në shëndet. Dhe kjo është prej negative të mëdhoja të Zotit xhelel xhelalu, që ti kur je i sprovu në trup, ki mu llogarit çish e kanë më harët. Ja, çish e kanë më harët. Dhe zakonisht njerëzit kur sëmurën, thot a mu kanë i shnosh, unë e di shka baj. A pe ti shka ban po, që tash, si i smut, bane. Se qato ketë andrat që kemi pa kur t'jesh i smut, së kemi ba mo, na nuk i dim. Ti kur sëmurësh nuk e di a qo është mo. Ti kur sëmurësh nuk e di sa zgjath ajo. Ti kur sëmurësh nuk e di se si ka me kanë e ardhme jote. Andaj shfrytëzoje shëndetin para se me të arsmuja. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma kana maridan fa in afahu au asala wa in qabada ghafara lahu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse shnoshët, gjatë periudhës të qenit i sëmur, i shkruhet sikur të punu i shnosh. E nëse vdes, nëse mundësia mas sëmundjes edhe me vdek, mësmija mas sëmundjes është edhe me vdek, ka thonë, e nëse vdes, i afal Allahu gjunahat. Pra nëse vdes besimtarit gjatë sëmundjes, i afal Allahu xhelaluhu gjunahat e tina. Kjo normal me kushtet e veta, prej kushteve vosh mës mua nku, prej kushteve mës me thonë kum gjetë muë, prej kushteve me ditë sa Allah të ka që sëmundje, eksumëra prej kushteve të cilat ti e rregullon raportin tan imanor me Zotin tan xhelalu. Andaj këto hadithe që kanë ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, neve na lajmërojnë dhe na bëjnë gati që të shfrytëzojmë shëndetet dhe takatet tona, që në gjendje të smur, në gjendje pamundësie, në gjendje pllogështie, të shpërblehesh ti dhe kënaqësi.